Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujori, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj thotë: thyej kufit, hap një kapitull të ri. Të dashur ujor, kjo letër shpërthim i frymëzimit tënd natyral. Një thirrje për të ngritur mbi kufit që të kanë mbajtur mbrapa. Një mundësi e re po vjen, diçka që mund të çojë më lart se ç'mendon apo se është e mundur. Mund të jetë një ide, një projekt, një bashkëpunim apo një ndryshim që të hap rrugë të reja. Energjia jote është ndryshe, duke u bazuar në këtë letër të dashur, ndryshe nga të tjerë dhe nevojshme për botën. Në këtë moment, kjo periudhë të kërkon të besosh në originalitetin tënd ujor dhe të mos presësh leje për të vepruar. Nëse ndihesh e bllokuar, mos merr si shenjë për të dorëzuar, por si shenjë që kufit e vjetër të mbajnë më. Ti je gati për diçka shumë më të madhe. Si kjo balen që del nga uret në dritë dhe ti po përgatitesh për një kapërcim në vedije. Diçka që ke menduar prej kohësh, tani mund të jetë, mund të realizohet kjo absolutisht, por kërkon guxim, përqendrim dhe hapje ndaj sëres. Në prag të një zgjimi të dashur ujor, jeni në prag të një zgjimi krijues dhe profesional. Mos u frikson nga madhështia e vizionit tënd. Mos i shiko gjërat të mëdha të duken stër të mëdha, ta them ashtu, apo nga që jeni të mëdhej, ujorët janë të mëdhej. Është pikrisht ajo që ju dallon, duke i parë gjërat, një fotografi të madhe para vetes, çfarë dëshironi të arrini. Fjala që duhet i mbani mend të dashur ujor është: kur dal nga kufit e zakonshëm, zbuloj versionin tim të vërtet. Forca ujori.